Qeveria ka vendosur që të jap nga 15.000 lekë shpërblim për familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe personat me aftësi ndryshe. Më shumë se 148.000 që i përkasin këtyre kategorive bashkë me kujdestarët e tyre do të marrin shpërblim për fund vit. Masa e mbështetjes financiare në formën e bonusit të fund vitit do të jetë 15.000 lekë apo rreth 150 euro. Në total, nga kjo nisëm do të përfitojnë rreth 148.500 qytetarë me një fond total prej rreth 2.2 miliard lekësh. Përmes rishikimit të 4 të buxhetit për këtë vit, qeveria ka vendosur gjithashtu që 15 miliard lekë që nuk janë shpenzuar nga institucionet të kalojnë në fondin e veçantë të pensioneve pranë Bankës së Shqipërisë. Kjo shumë do të përdoret për reformën e pensioneve të cilën kjo qeveri tashmë e ka nisur. Nga viti 2026, qytetarët do të marrin bonusin e përmuajshëm në bazë të pensionit që ata marrin, ndërsa shëndetësia merr shtesë 1.8 miliard lekë për furnizimin e spitaleve me medikamente dhe 2 miliard lekë shkojnë për bujqësinë në mënyrë që të paguhen fermierët nga skemat kombëtare.